Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian miraton zyrtarisht skemën për 150 miliardë eurosh për të rritur shpenzimet për mbrojtjen brenda bllokut. Rregullora e quajtur SAFE, aksioni i sigurisë për Europën, erdhi si përgjigje ndaj thirrjeve të vendeve anëtare për mbështetje financiare dhe politike në përmbushjen e objektivave të reja të mbrojtjes të shtyra përpara nga NATO. Synimi është për të qenë potencialisht zëvendësuese për Ukrainën në rast se Shtetet e Bashkuara zhvendosin fokusin e tyre diku tjetër. Për SAFE, bloku do të përdor vlerësimin e tij të kreditit të nivelit më të lartë AA për të mbledhur 150 miliardë euro në tregje dhe më pas do t'u huazoj ato vendeve anëtare. Bashkimi Evropian ka gati dhe strategjinë e re për detin e zi. Synohet forcimi i sigurisë dhe përmirësimi i transportit ushtarak në rajon në kushtet e një kërcënimi në rritje nga Rusia ndaj Europës lindore. Shefja e diplomacisë europiane, Kaja Kallas, deklaroi se siguria në detin e zi është jetike për sigurinë europiane dhe se aktualisht po minohet nga lufta ruse në Ukrainë dhe sulmet hibride ndaj infrastrukturës detare. Is of great strategic importance to European Union. The region's potential is marred by Russia's war, reoccurring airspace violations and attacks on ports and shipping lanes highlight this reality. Bashkimi Evropian synon të investojë në portet e kurudhat e aeroportet në vendet e detit të zi, kryesisht në Rumani dhe Bullgari. Qëllimi është që pajisjet e rënda ushtarake dhe trupat të mund të zhvendosen shpejt aty ku është e nevojshme. Propose additional upgrades of regional ports, railways, roads and airports to handle heavy military gear. Upgrades will help to ensure troops can be where they are needed, when they are needed. Merret Komisioneri Evropian i Transportit, Apostolo Tsikostas, deklaroi se përmirësimi i infrastrukturës së transportit për përdorim ushtarak në të gjithë Europën do të kushtonte rreth 75 miliardë euro. NATO kërkon edhe 40.000 ushtarë shtesë nga Gjermania. Shkak është përgatitja e rrezikut që vjen nga Rusia. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, ka një marrëveshje për objektivat e reja për armët dhe madhësinë e trupave për cilat ministrat e mbrojtjes së vendeve të NATO-s pritet të bien dakord javën e ardhshme. Sipas një zyrtari të lartë ushtarak, objektivi për numrin e përgjithshëm të brigadave përbën një rritje prej rreth 50%. Në samitin e NATO-s në Haag, sekretari i përgjithshëm Mark Rutte dëshiron të bindë krerët e shteteve të dyfishojnë objektivin aktual të shpenzimeve për ushtrinë në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Gjykata amerikane e tregtisë ndërkombëtare bllokon pjesën më të madhe të tarifave globale të presidentit amerikan Donald Trump. Argumenti i përdorur prej saj është se presidenti ka tejkaluar autoritetin e tij. Vendimi nga një panel prej 3 gjyqtarësh në gjykatën e tregtisë ndërkombëtare me seli në New York thotë se urdhrat e tarifave botërore dhe akmarrëse tejkalojnë çdo autoritet të dhënë presidentit për të rregulluar importin me anë të tarifave. Ky përdorim është i palejueshëm, jo sepse është i pamatur ose jo efektiv, por sepse ligji federal nuk e lejon atë, shkroi gjykata, duke i referuar aktit ndërkombëtar të fuqive ekonomike të emergjencës të vitit 1977. Administrata Trump apeloi vendimin e gjykatës federale tregtare. Nëse të gjitha gjykatat e mbështesin vendimin, bizneset që është dashur të paguajnë tarifa do të marrin rimbursime për shumat e paguara me interesa. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump urdhëron ambasadat të ndalojnë saktimin e takimeve për viza studentore, ndërsa përgatitet të zgjerojë verifikimin e aplikantëve në media sociale. Në mesazh kërkohet rritje e verifikimeve për viza studentore dhe ato për shkëmbime kulturore. Në një kopje të një memorandumi dërguar postave diplomatike, sekretari i shtetit Marco Rubio deklaroi se pezullimi do të zgjasë deri një udhëzim të dytë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.